Falënderimi është çelësi i shpirtit. Sa herë që e përdor, hap një derë të re paqeje. Edhe kur gjërat nuk janë sido, falënderimi e kthen trishtimin në durim dhe durimin në shpërblim. Allahu i do ata që falënderojnë, sepse në falënderim shihet njohja e plotë e mëshirës së Tij. Mos lejo që zemra jote të bëhet e verbër nga dëshirat, kur Zoti të ka dhënë aq shumë bekime që nuk i ke numëruar kurrë.